Lufta ndaj informalitetit e nisur prej një viti nga administrata tatimore fokusuar në nëndeklarimin e pagave dhe evazionin fiskal, ka rritur ndjeshëm të ardhurat në buxhetin e shtetit. Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë se tatimi i paguar mbi pagat që marrin punonësit është rritur ndjeshëm përgjatë 9 muajve të parë të këtij viti, krahasuar me një vit më parë. Konkretisht nga ky zë janë mbledhur rreth 63.1 miliard lek apo 631 milion euro me një kapërcim prej 133 milion euro, krahasuar me një vit më parë, duke regjistruar rritjen më të lartë në përqindje në raport me zërat e tjerë dhe 62 milion euro në raport me planifikimin që kishte bërë Ministria e Financave për 9 mujorin. Ndërsa në një dekadë të ardhurat nga ky zë janë 3 fishuar. Në zërin e tatimit mbi të ardhurat personale, kontributin më të lartë e jep tatimi mbi pagat e punonjësve në sektorin privat dhe publik, e ndjekur nga tatimi i paguar nga shitja e pasurive të paluajtshme, i cili aktualisht është në nivelin 15%, si dhe tatimi mbi qërat. Kjo tregon që veç pagave e curi pozitive ka pasur edhe sektori i pasurive të paluajtshme dhe finalizimi i transaksioneve, si dhe rritja e çmimit të qirave kryesisht në kryeqytet ka bërë që për ato qira të deklaruara, pagesa në tatime të jetë më e lartë. Po ashtu një hapësirë të konsiderueshme zë tatimi mbi të ardhurat nga dividendët, si dhe tatimi mbi të ardhurat nga interesat. Ndërkohë që dy fishimi i numrit të punonjësve që plotësuan gjatë këtij viti deklaratën individuale të ardhurave për shkak të uljes së pragut të deklarimit të nivelit të ardhurave 1.2 milion lek në vit, ka pasur ndikim të konsiderueshëm. Një zë tjetër që reflekton anti-informalitetin lidhet me të ardhurat e gjeneruara nga tatim fitimi. Në total në 9 muaj janë argëtuar 45.3 miliard lek apo 453 milion euro, me një rritje prej 20 milion euro në raport me një vit më parë.